Kur do të filloj prodhimi i armëve made in Kosova? Në dhjetor të vitit që lan pas, Kosova firmosi marrëveshje me kompaninë shtetërore turke MKE, Korporata e Industrisë Mekanike dhe Kimike, për ndërtimin e fabrikës së parë të municionit në Kosovë. Kjo çështje u diskutua sërish para pak ditësh mes ministrit të mbrojtjes Eyüp Maqedonci dhe ambasadorit turk në Kosovë Sabri Tunç Angeli. Korporata e cila do ta bëjë fabrikën MKE-ja part një traditë 100 vjeçare të prodhimit të armëve dhe municionit për ushtrinë turke. Ajo prodhon një numër të madh produktesh ushtarake, duke filluar nga armët e vogla e deri te artilleria dhe raketat. Në kontratë parashihet edhe trajnimi i stafit, mirëmbajtja për një kohë të caktuar, si dhe pajisja me sisteme për testim të cilësisë dhe kalibrim. Pas funksionalizimit, fabrika do të operojë si ndërmarrje publike dhe si markë 100% vendore e Republikës së Kosovës. Përveç municioneve, Kosova dëshiron ta fillojë edhe prodhimin e dronëve made in Kosova, por kjo marrëveshje akoma nuk është finalizuar.